Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike Arjan Doja po ndëshmon në gjykatën e posaçme për atentatin që u bë në vitin 2019, ku ndoroi jetë shoferi i tij Andi Maloku. Ai tha se nuk ka pasur probleme me askën në ato kohë kur ishte prokuror në Durrës dhe si vetmi shqetësimi i tij kanë qenë deklaratat e kryeministit dhe zëvendëskryeministit të kohës Erion Braçi në drejtim të tij. Kam një shtëpi në Shëngjin, aty kam qëndruar, nuk kam pasur ato mjete të dyshimta. Ndoshta ju duket e habitshme, por nuk kam pasur asnjë shqetësim. Edhe sot, pas 6 vitesh, të dalë dikush të më thosë se çfarë borxhi u kam. Vetmi shqetësimi im ka qenë nga kryeministri dhe ish kryeministri që kanë bërë deklarata publike për mua dhe për vettingun e famshëm. Unë vetëm një shqetësim kam pasur në ato kohë, deklaratat e drejtuesve të qeverisë, mësohet të thënë Doja. Ish prokurori ka folur edhe për njëjë me Halit Valterin dhe të akuzuarin Flauren Dervishaj. Valterin e njoh si figurë publike përshëndeta dhe qepar. Ka nxjerrë një video ku sipas tij janë autorët e atentatit tim. Dori video në kuvend, por nuk e di a janë ata.